Po të ketë përgjigje, vazhdon telenovela. Kemi mundësi të bën pyetje në konferencë, prandaj po ju pyesim tani. Nuk kemi mundësi të pyesim në konferencë. Kryeministria i është drejtuar gjykatës kushtetuese për të kundërshtuar pezullimin nga detyrat të Belinda Ballukut. Vendimi dhe një ditë më parë nga gjykata e posaçme. Lëvizja vjen pas deklaratave të kryeministrit Rama, i cili theksoi se do të kërkonte mbrojtjen kushtetuese të funksionimit të qeverisë dhe se, sa koha i drejton vendin, nuk do të ketë përplasje me drejtësinë, por do të mbrohet kufiri mes pushteteve. Ndërkohë, nesër në orën 9 Balluku pritet të paraqitet për verifikimin e kushteve të masave të sigurisë, së bashku me dy vartësit e saj, Gentian Gjyli dhe Eralde Elezi. Gjykata ka sqaruar se ndaj saj janë vendosur dy masa, pezullimi nga detyra dhe ndalimi i daljes jashtë vendit. Për shkak të funksioneve që ushtron, ekziston rreziku që ajo të ndikojë në prova ose të përsërisë procedura të paligjshme në tendera, ndërsa bllokimi i pasaportës lidhet me mundësinë e aratisjes. Për veprat e dyshuara, parashikohen një deri në 5 vite burg. Paralelisht, Sali Berisha ka deklaruar se Balluku ka ushtruar presion ndaj Ramës, duke i kërkuar të ankimojë pezullimin në kushtetuese. Përndryshe do të dëshmojë se në aferën e tunelit të Llogaras janë të përfshirë të dy. Sipas tij, në një takim me Ramën, Balluku ka refuzuar të bëhet kokë turku, duke pretenduar se ka zbatuar urdhat e kryeministrit. SPAK ka marrë zyrtarisht të pandehur Ballukun më 31 tetor 2025 për shkelje të barazisë në tendera, në lidhje me procedurat e ndërtimit të tunelit të Llogaras.